nuk prodhuan rritje, do të thoje unë, jashtë kuadratit të forcave politike. Paktën në analizën që unë kam bërë personalisht me një kalkulim thjesht, listat e hapura nuk sollen asgjë përveç se votat të subjektit apo të strukturës apo atyre votave të mbledhura që kanë qoftë demokratët, qoftë socialistët. Nuk kam parë që asnjë nga kandidatët, ndoshta me raste specifike, pa dashur t'jap emra, por besoj që dy prej emrave që janë votuar më shumë nga dy kampet, qoftë zonja Bilali apo qoftë edhe zoti Spahia, që është më i votuar në rang qarku, kanë arritur ta bëjnë diferencën me pjesën tjetër, por kandidatët e tjerë që kanë qenë listat e hapura nuk kanë arritur të dalin përtej rreshtit të partisë politike, sepse përfund për atë pjesë ishin. Nëse e thënë troq ishin për të kërkuar vota jashtë subjektit politik. Thuaj se gjithë kanë trokitur të njëjtën derë. Ka qenë edhe një luftë e brendshme brenda subjekteve politike, si të marrin votat e njëri tjetrit, që besoj më shumë ka dëmtuar partitë politike se sa i ka ndihmuar në këtë rast. Besoj që ky ka qenë ai zhgënjimi ndoshta i listave të hapura në këto zgjedhje përtej luftës së brendshme që kanë krijuar kandidatët qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta.